Sot jemi në episodin e radhës të The Nutritional Fix edhe kam menduar që kësaj radhe ta bëjmë më interesante edhe të flas e të përgjigjem pyetjeve që kanë njerëzit dhe shqetësimet që kanë njerëzit. Jo të gjitha, normalisht, ai sa ka mundësi edhe ato që më duken të arsyeshme, por që disa nga pyetjet që kam bërë në rrjetet sociale i kam përzgjedhur edhe do flas. Edhe shpresoj ata që kanë bërë pyetjen ta dëgjojnë përgjigjen ose dikush tjetër që mund të interesoj. Nëse ke ndonjë pyetje tjetër që do të ma bësh, mund më pyesësh edhe ndoshta në episodet e ardhshme mund ta shpjegoj e mund të t'jap përgjigje. Sot jemi në episodin e 3. Më përpara kemi folur 3 gabime që bëjmë si të humbim peshë në YouTube. Video dhe mbas asaj hidratimi dhe elektrolitet, si funksionon hidratimi i trupit dhe elektrolitet, çfarë funksioni kanë, janë shumë interesante. Ndërsa sot është pak më ndryshe, do t'i përgjigjemi pyetjeve të njerëzve. Kam përzgjedhur disa pyetje, kush më zhdukur më interesante të drejtën, edhe kështu. Tani, pyetja e parë që kam bërë dhe ma kam bërë shumë është kush janë ushqimet që na mbajnë të ngopur më gjatë. Është pyetje shumë e mirë, të drejtën, është shumë e rëndësishme që të ushqehesh me zgjuarsi, që të qëndrosh më gjatë i ngopur, por edhe mos marrësh shumë kalori nga ushqimet që konsumon. Pra, duke konsumuar sasi minimale të ushqimit, qëndrosh sa më gjatë i ngopur. Pa qëndrosh i ngopur, pa konsumuar pafundësisht, se nëse konsumon shumë, normalisht do qëndrosh i ngopur. Tani, zgjidhja, si thuaç, primale dhe bazike është të konsumosh ushqime natyrale. Pra ushqime të papërpunuara. Çdo lloj ushqimi që është natyral, në formën e tij natyral, jo i ultra përpunuar. Ushqime ultra përpunuara janë ushqime që kanë kaluar shumë procese përpunimi, siç mund të jenë patetina, siç mund të jenë çokolata, siç mund të jenë çdo gjë që ke në market, pothuajse që është e paketuar, që ka kaluar ka konservues, ka agent kimik shtuar e kështu me radhë. Këto janë ushqime ultra përpunuara. Edhe pra çdo ushqim që nuk është këto është i mirë për qëndruar më gjatë i ngopur, sepse ka më pak kalori, normalisht në formën e tij natyrale, shumica e ushqimeve nuk kanë shumë kalori, kanë goxha vlera ushqyese, sepse ushqimet e ultra përpunuara përgjithsisht i hiqen vlerat ushqyese gjatë përpunimit. Përpunimi konsiston ndoshta në nxehjen temperaturë shumë të lartë, përpunim me metoda të ndryshme, eliminimit disa baktereve, disa vlera ushqyese, që ka më pak vlera ushqyese, ka më shumë kalori, kështu që do të mbaj më pak të ngopur duke të dhënë më shumë kalori. Kështu që kur konsumon ushqime natyrale, merr më pak kalori edhe qëndron më shumë i ngopur sepse kanë më shumë vlera ushqyese, trupi i merr dhe i përdor ato vlera ushqyese dhe ato vlera ushqyese rregullojnë hormonet, 2 hormonet kryesore, grelin dhe leptin. Leptin që është hormoni i ngopjes dhe grelin që është hormoni i urisë. Këto 2 hormone i thon trupit, i thon trurit kur je i ngopur edhe kur do të konsumosh ushqim. Kështu që një çrregullim i këtyre hormoneve mund të bëjë që edhe pse ti je i ngopur, trurit i shkojnë sinjale që po të hahet bukë, pra po të hahet ushqim, edhe këto ushqimet ultra përpunuara, një ndër vetit që kanë është që shkatrojnë edhe dëmtojnë funksionimin e hormoneve grelin dhe leptin. Më së shumti leptin, hormonin e ngopjes. Pra, ti nuk ndjen kurrë ngopje, sa herë konsumon patetina dhe nuk dalon dot, sepse kanë kimikate të cilat bllokojnë hormonin e ngopjes dhe ti nuk ndjen kurrë ngopje dhe do gjatë gjithë kohës tash. Kjo është për t'i rënë shkurt, por për disa teknika më specifike, ushqimet që të mbajnë më gjatë ngopur, përveç se ushqimet natyrale normalisht, por nëse do të bëhesh më specifik, si fillim janë fibrat, ushqimet që përmbajnë sasi të lartë fibrash, siç janë perimet, disa fruta që përmbajnë fibra, siç është molla, tërshëra ka goxha fibra, frutat e thata kanë goxha fibra, shumica e frutave të thata,
avokado ka fibra, edhe fibrat ka një veti që treten më ngadalë, sidomos fibrat që janë të patretshme në ujë, stomaku nuk i tret dot fare, edhe fibrat e tretshme në ujë krijojnë një sasi si një masë gjel në stomak, qëndrojnë më gjatë në stomak, treten më ngadalë, edhe duke qëndruar më gjatë në stomak, duke u tretur më ngadalë, ti qëndron më gjatë i ngopur. Gjithashtu fibrat kanë një veti shumë interesante. Tani çfarë ndodh? Në momentin që ti konsumon shumë sheqer ose shumë karbohidrat, ne kemi rritje të sheqerit në gjak. Kur konsumon një ushqim që ka sheqer, edhe një frut, edhe sheqer të bardh, në trup rritet sheqeri në gjak. Edhe një rritje sa më e lartë rritja e sheqerit në gjak, rritja e sheqerit në gjak pasohet me një ulje shumë të lartë sheqerit në gjak, pra është një kështu, edhe sa më e lartë tjetë kjo rritja dhe ulja e menjëhershme, aq më shpejt neve na merr uria. E sidomos na merr uria për ushqime të ëmbla, për sheqer, pra. Dhe fibrat kanë një veti që në momentin që ti në stomak ke konsumuar fibra, edhe më pas konsumon diçka me sheqer, siç mund të jetë një frut ose edhe një oriz, ka karbohidrat, ka sheqer, edhe një makaron, edhe ndoshta sheqer ëmbëlsirë, nuk e ke kaq të lartë të rritjen e sheqerit në gjak, është më e balancuar, kështu që nuk të merr uria aq shpejt dhe nuk e ka efekt aq të madh kjo rritje e sheqerit në gjak. Kështu që fibrat janë një ushqim shumë i mirë për qëndruar më gjatë i ngopur. Gjithashtu ushqim shumë i mirë për qëndruar më gjatë i ngopur janë proteinat. Proteinat balancojnë edhe rregullojnë hormonin grelin, që është hormoni i urisë, nëpërmjet një hormoni PYY, pra rritet një hormon dhe balancon hormonin e urisë dhe ti nuk ndjen shumë uri, edhe treten më ngadalë, po ashtu ndryshe nga karbohidratet. Proteinat, burimet mira, dim, pula, peshku, bulmeti, po edhe nga burime vegetariane, bimore, si shumë tjetë quinoa, edhe frutet e thata kanë proteina, edhe kështu. Proteina do flasim dhe më vonë për proteinën, ka goxha benefite. Më pas një ushqim tjetër ose një macronutrition tjetër që të mban shumë të ngopur janë yndyrnat. Yndyrnat kanë një veti që treten, është macronutrition që tretet më ngadalë nga të gjitha, pra qëndron për kohën më të gjatë në stomak. Stomaku e ka, nuk e tret aq shpejt. Karbohidratet është macronutrition që tretet më shpejt nga të gjithë, më pas vjen proteina dhe më pas vjen yndyrna. Yndyrna treten më ngadalë, kështu që kur konsumon vakt pasur me yndyrna, flasim yndyrna të shëndetshme, siç mund të vinë nga avokado, nga vaj ullirit, nga frutat e thata, po edhe nga mishrat, mishi kuq, mish peshku, sasinë normale gjithmonë, neve qëndrojmë eventualisht më gjatë ngopur sepse tretet më ngadalë. Edhe qëllimi ai është që të na që ushqimi të rinë stomak, nuk shkakton fryrje normalisht, nuk është se të bën fryrje, thjesht tretet më ngadalë dhe ty të merr uria më ngadalë në momentin që konsumon yndyrna të shëndetshme. Edhe teknik tjetër është që të qëndrojmë larg sheqernave, ushqimeve të përpunuara, me sheqer të shtuar dhe ushqimeve që kanë glycemic index lart. Glycemic index, do me thënë ajo që shpjegova më përpara, pra që ti konsumon një ushqim edhe sa shpejt rritet sheqeri në gjak mbasi ti ke konsumuar atë ushqim. Sa më shumë sheqer të ketë në përbërje një ushqim, dhe sheqer fruta, dhe sheqer natyral, dhe sheqer të përpunuar, aq më shpejt rritet sheqeri në gjak mbasi ne e konsumojmë, edhe aq më të lartë e ka glycemic index ky ushqim. Kështu që ushqimet që neve na rritin sheqerin në gjak shpejt, na nxisin urinë, na bëjnë që të kemi më shumë uri, sidomos për sheqer. Kështu që eliminimi këtyre ushqimeve ose balancimi, siç thash, me fibra, me yndyrna të shëndetshme që mos të kemi atë rritje të menjëhershme sheqerit. Pra, një ndër qëllimet kryesore kur duam të balancojmë urinë është të balancojmë rritjen e sheqerit në gjak. Mos të kemi rritje shumë shpejta të sheqerit në gjak që vjen duke konsumuar sheqer të përpunuar, sidomos duke konsumuar sheqer të përpunuar pa e shoqëruar me fibra ose me yndyrna,
që vjen kur konsumon ndoshta një lëng frutash pa e konsumuar, pa e shoqëruar me fibra ose me yndyrna prap. Kështu që eliminimi i këtyre grup ushqimeve, sidomos sheqer i përpunuar, do bëj shumë ndryshim në nivelet e urisë që ne kemi gjatë ditës. Këto janë pak a shumë, mund të flasë shumë për këtë temë, shumë temë interesante, por dua që të flas edhe për temat e pyetjet e tjera, sepse nuk mund ta bëj shumë gjatë. Pyetja e dytë, për këtë temën e parë u zgjata shumë, në drejtën, por pyetjet e tjera nuk do zgjatem kaq shumë, sepse nuk dua ta bëj shumë gjatë tash. Pyetja e dytë është çfarë diete të ndjekim kur jemi me acid reflux. Tani, acid reflux, si fillim, ndodh kur acidi i stomakut kalon në ezofag. Pra, midis stomakut edhe ezofagut është sfinkteri i poshtëm ezofageal. Është një muskull i cili mbyllet dhe hapet. Dhe në momentin që ky muskull nuk funksionon mirë, siç duhet, atëherë acidi që është në stomak, që stomaku e përdor për të tretur ushqimin, nuk është i keq, është i mirë. Thjesht në momentin që ky muskull nuk funksionon mirë, atëherë acidi shkon në ezofag. E duke shkuar në ezofag na sjell ndoshta djegje në pjesën e gjoksit, na sjell probleme, na sjell fryrje, diskomfort. Mund t'i kenë ndodhur shumë njerëzve, por ka persona që kanë si smundje kronike. Edhe çfarë diete mund të ndjekim? E para, duhet ushqime alkaline, ushqime pra që kanë pH mbi 7, jo ushqime acide, siç mund të jenë limona, siç mund të jenë portokalle, siç mund të jenë uthu, gjëra, ushqime pikante. Këto ushqime nuk janë të këqija, janë shumë të shëndetshme, por për këta persona e shkakton probleme. Pra ushqime alkaline, siç mund të jenë oriz, makarona, patate, perime, fruta që kanë pH mbi 7, që nuk janë acide, pra që janë alkaline, janë të ëmbla, përgjithsisht frutat e ëmbla janë alkaline, gjërat acide jo. Yndyrna shëndetshme, por jo shumë yndyrna, sepse yndyrna të shëndetshme siç janë nga vaj ullirit, nga avokado, nga frutat e thata, yndyrnat nga mishi i kuq dhe burime shtazore në sasi të moderuar, sepse siç thashëm përpara, yndyrnat treten ngadalë në stomak, edhe ne kur kemi këtë problem nuk duam që të na arrijë ushqimi gjatë në stomak, sepse sa më shumë gjatë rri ushqimi në stomak, aq më shumë acid kemi në stomak që po mundohet të rresi ushqimin, edhe aq më shumë na shkaktohet problemi që na vjen acidi i stomakut sipër në ezofag edhe ndjehemi keq. Kështu që ulja e yndyrnave në nivele pak të ulta, jo shumë të larta, po edhe të eliminosh fare jo, por gjithë secili besoj e gjen të mesmen e artë tek vetja. Proteina normalisht, proteina të mira, prap nga burime shtazore, siç mund të jetë pula që nuk ka yndyrë shumë të lartë, nga burime siç mund të jenë qiqrat, quinoa, por edhe djath, jo në sasi të lartë, por që këto pak a shumë. Duhet të eliminojmë kafen të çdo ushqim, çdo gjë që përmban kafein, sepse kafeina është një ndër shkaktarët që prish edhe shkatron ose dëmton funksionimin e sfinkterit poshtëm që fola më përpara. Gjithashtu edhe çokolata, edhe pse shumë njerëz e duan çokoladën, por çokolata e prish funksionimin e këtij sfinkterit, pra problemi është që kur ky sfinkter i poshtëm nuk rri mbyllur, por lirohet edhe hapet, atëherë na shkon acidi sipër në ezofag. Mentja pihet me gaz, po ashtu na japin këtë lloj problemi. Pra, si përfundim, dietë alkaline me ushqime me pH mbi 7, duke eliminuar ushqimet acide, që pra acide do të thënë pH në 7, gjithë pak a shumë citrus që janë limon, portokall, mandarin, shega, është disi acide, disa raste, ushqimet pikante, kafja, cigaria po ashtu, shkakton goxha probleme.
çokolata e ka prapë që mund të shkaktojë probleme. Yndyrnat, ushqime me shumë yndyrna po ashtu mund të shkaktojnë probleme, por në sasi të moderuar yndyrnat do t'i konsumojmë normalisht. Një gjë tjetër është që mos konsumosh vakte shumë të mëdha, sepse siç thash më parë nuk duam që të kemi shumë ushqim në stomak për një kohë të gjatë. Mesatarisht 4-5 vakte në ditë vogla që mos ta mbingarkojmë stomakun edhe mos të kemi probleme më pas. Edhe këto ushqime pak a shumë. Kur jemi me acid reflux. Pastaj pyetja tjetër është okay që një diabetik të konsumoj mjalt manuka dhe sa. Tani mjalti manuka ka efekt më të ulët në sheqerin gjak se sa sheqeri bardh. Ka një glycemic index më të vogël. Por gjithsesi të jep rritje sheqerit gjak normalisht. Tani kjo puna e mjaltit me diabetikët është shumë kontroversale të drejtën, ka studime që thonë bën shumë keq, ka studime që thonë bën shumë mirë. Unë mendoj që personat që kanë këto lloj sëmundjesh është mirë që të konsultohen në fillim me mjekun, edhe sepse raste të ndryshme mund të kenë veçanti të ndryshme, varet nga niveli i rastit, nga çfarë lloj diabetiku je, sa i avancuar je, sa problematik je, dhe jo për çdo njeri që ka këtë lloj problemi vlen një ta përgjigje. Ka disa njerëz që mund ta kenë më të lehtë, ka disa njerëz që mund ta kenë më të agravuar, edhe besoj në rastet ndryshojnë, por gjithsesi, siç thash, ka një efekt më të ulët në gjak se sa sheqeri i bardh, por ama gjithsesi të jep rritje sheqerit në gjak. Mjalti ka benefite, sidomos manuka, ka antioksidant, është antiinflamator, ndihmon me tretjen, ndihmon me gjumin, por prap të jep rritje sheqerit në gjak. Nëse do ta konsumosh, mund të konsumosh një lugë çaj 5 gram, por gjithsesi asnjëherë vetëm, pra vetëm mjalt pas një ushqim tjetër, sepse shkakton rritje shumë të lartë sheqerit në gjak. Mirë është ta kombinosh në vakte me fibra, me proteina, me yndyrna e kështu me radhë, por që unë mendoj nëse ti je diabetik edhe ke për synim që të rregullosh gjendjen tënde, pra ta çrohesh, sepse mund çrohesh, diabet tipi 2 të paktën, mirë është të bësh një sakrificë, të eliminosh ushqime që të rrisin sheqerin në gjak, edhe për një kohë të caktuar sa të rikthesh në gjendjen tënde normale. Por që gjithsesi, pra tha gjithë secili konsultohet me mjekun, këto janë çështje shumë delikate, që për asnjëri nuk është përgjigje e njëjtë. Dhe pyetja tjetër është pra për mjaltin, duam shumë mjaltin, kush janë benefitet e mjaltit edhe sa do të konsumojmë. Tash mjalti që është qeti mirë, pa sheqershtuar, është një ndër ushqimet më të mira, është një ndër burimet e sheqerit natyral më të mirë që ne kemi, edhe njerëzit prap konsumojnë sheqer të përpunuar. Mjalti është shumë i pasur me antioksidant, rrit imunitetin, lufton inflamacionin, përmirëson tretjen. Shumë persona e konsumojnë mëngjes me ujë ngrohtë dhe me mjalt, një lugë mjalt, edhe të ndihmon shumë në përmirësimin e tretjes. Gjithashtu personat që konsumojnë darkë tregojnë për efekte në gjumë, pra ndihmon që të bësh një gjumë më të mirë. Personat që kanë probleme me fytyn i ndihmon në rregullimin e fytit, pastrimin, sepse pastron bakteret, heq bakteret, e kështu me radhë. Personat që bëjnë aktivitet fizik, unë personalisht më pëlqen shumë ta konsumoj një lugë mjalt para stërvitje, është super burim i mirë energjish, që tretet shpejt, pra trupi absorbon shpejt, t'jep energji, nuk është e përpunuar, nuk shkatëron trupin, ka dhe benefite nga mbrapa. Sa mjalt konsumosh, një lugë gjelle, them maksimumi në ditë, ose 2 lugë kafe, 1 deri në 2 lugë kafe në ditë. Thash, ose mëngjes e konsumojnë persona me ujë ngrohtë për tretje, është e mirë, ndoshta me pak limon, darkë për benefitet që ka për gjumin, ose kur ke ndonjë grip, ose për para stërvitjes, siç e preferoj unë, për energji. Kështu që mjalti është goxha i mirë, po të jetë mjalti mirë, për një njerëz të shëndetshëm mund ta inkorporojë në dietë,
hiqni sheqerin e përpunuar, zëvendësojeni me mjalt, ëmbëlsirat bëjni me mjalt, edhe do jeni 100.000 herë më mirë. Pyetja e radhës është si të marrim peshë në mënyrë të shëndetshme. Jo të gjithë kanë hall si të humbin peshë, ka dhe persona që kanë hall si të marrin peshë. Tani është pak a shumë një logjik si të humbësh peshë, do konsistencë, do punë, nuk është e gjitha thjesht e kalorit, sepse personat që s'marrin peshë kanë problemin që një ndër problemet që nuk kanë uri, pra nuk mund konsumojnë të shumë ushqim, edhe që do rekomandoja unë, edhe se mund duket si teknike çuditshme është bësh aktivitet fizik, shumë njerëz do thonë po kur bën aktivitet fizik humb peshë, por të bësh aktivitet fizik edhe mundësisht aktivitet që të rrisësh masën muskulare, është një gjë shumë e rëndësishme, domosdo do të arrisësh masën muskulare, duke shoqëruar me një dietë të mirë edhe me një dietë balancuar dhe me një palestër sport që të rrit masën muskulare të ndikon që të marrësh peshë. Më specifike do thosha rrit sasinë e proteinave që konsumon. Proteinat rekomandohen zakonisht nga 1.1 deri në 2.1 gram protein për kile peshë trupi. Personat që duan të shtojnë peshë mund të marrin nga 1.5 deri në 2.5 gram protein për kilogram peshë trupi, pra rrit sasinë e proteinave, sepse duke rritur sasinë e proteinave, proteinat një rolin kryesor kanë formimin e muskujve. Besoj çdo person që do të marrë peshë duhet të formoj muskuj, do që të rrisi muskujt, jo të marrë masë dhjamore. Rrit sasinë e proteinave e shoqëruar me aktivitet fizik. Pra çfarë ndodh kur ti bën aktivitet fizik, simulon muskujt, pra simulon formimin e muskujve bashkë me një dietë pasur me proteina që të ndihmon në formimin e muskujve, do marrësh peshë dhe do shtosh masë muskulare. Gjithashtu normalisht konsumosh kalori më shumë se sa ti ke metabolizmin tënd, pra të rrisësh 300-400 kalori mbi bazën që ti do të konsumosh gjatë një dite. Si mund ta bësh të gjë? Disa teknika janë, e para të konsumosh minimumi 4 vakte në ditë, 5 vakte në ditë, normalisht ushqime të shëndetshme, jo ushqime përpunuara, ushqime të këqija. Shumë persona e shoh që janë në proces që duan të marrin peshë edhe konsumojnë ushqime me sheqer të shtuar, ushqime përpunuara, ushqime të dëmshme, pra ato ushqime më shumë shkatrojnë hormonet, shkatrojnë trupin, edhe ti nuk merr peshë, thjesht po shkatron trupin, nuk po merr vlerat ushqyese, nuk po bën që muskujt funksionojnë siç duhet, hormonet funksionojnë siç duhet, trupi funksionon siç duhet, kështu që ushqime të shëndetshme, 5 vakte në ditë, vaktet para stërvitjes dhe pas stërvitjes janë të menduara mirë. Para stërvitjes marrësh karbohidrate që të ndihmojnë të kesh energji gjatë stërvitjes, mbas stërvitjes marrësh proteinë, sa më shumë proteina që të dhe karbohidrate që të dyja ndihmojnë në rikuperimin e muskujve. Proteina ndihmojnë në formimin dhe rikuperimin e muskujve, ndërsa karbohidrati ndihmon në zëvendësimin e sheqerit nëpër muskuj, pra në ndërtimin e muskujve. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Normalisht mëngjes sa më i pasur, mëngjes shumica prej nesh mund të kenë uri, ushqime si veza, si proteina, karbohidrate komplekse. Gjithashtu një teknikë shumë e mirë është edhe marrja e kalorive nëpërmjet smoothieve, nëpërmjet ushqimeve të lëngshme, siç janë smoothie. Është më e lehtë që të marrësh më shumë kalori dhe mund të bësh një smoothie shumë të pasur me kalori, siç mund të jetë për shembull një avokado, një banane, fruta të thata, po dhe përdorimi i protein powderit besoj për këto persona është okay që të marrin sasinë e proteinave gjatë ditës me një lug protein powder, me pak gjalp kikiriku, të synosh ushqime që janë të shëndetshme që kanë goxha kalori, edhe marrja e kalorive nëpërmjet këtyre smoothieve është e mirë sepse nuk të ngop aq shumë sa kur konsumon ushqim edhe merr kalori. Kështu që
kjo është pak a shumë, pra bëj stërvitje për të formuar masë muskulare, merr kalori nga smoothie, duke bërë si thash smoothie me proteinë të lartë, me kalori që nuk të ngop aq shumë, por që merr goxha kalori, mbas stërvitjes fokus tek proteinat dhe përdheke karbohidratet. Proteinat formojnë dhe ndihmojnë në rikuperimin e muskujve, sa karbohidratet zëvendësojnë glikogjenin nëpër muskuj. Dhe gjithashtu 5 vakte në ditë, do bësh pak sakrificë, do konsumosh më shumë se ç'duhet, por nëse konsumon ushqime të shëndetshme, nuk është fare problem. Zgjidh ushqime që kanë sasi kalorish të larta edhe jo të pashëndetshme normalisht, fokusi ke proteina edhe pak a shumë kjo, edhe mund të përdorësh protein powder, pse jo, të ndihmon që të arrish targetin e proteinave gjatë ditës. Edhe pyetja e parafundit, kam një pyetje të vogël pastaj. Pyetja $1 milion është si të humb peshë, pyet dikush. Tani kam folur shpesh si të humbësh peshë, edhe video e parë e këtij podcasti është si të humbësh peshë, 3 gabimet që bëjnë njerëzit kur duan të humbin peshë. Kështu që nuk e di ta shpjegoj këtë si pyetje apo t'ju them hik në shihni atë video. Është dilemë, por gjithsesi shkurtimisht që të humbësh peshë, do ta them shumë shkurtimisht, kushdo të zgjerohet më shumë te kjo temë, është video e parë, e gjeni tek kanali në YouTube, është video e parë që shpjegon se si të humbësh peshë, gabimet që bëjnë personat që duan të humbin peshë. Disa këshilla shumë interesante të humbësh peshë do ishin: konsumo një mëngjes të bollshëm dhe me proteina. Metabolizmi jonë është shumë më aktiv gjatë ditës sa gjatë natës. Edhe ushqimet që konsumojmë gjatë ditës, sa më herët në mëngjes, aq më shumë digjen dhe përpunohen. Kështu që një mëngjes të pasur me proteina, mos konsumo mëngjes vetëm me karbohidrate, mos konsumo asnjëherë sheqer të përpunuar në mëngjes pa asnjë gjë tjetër, është tmerr. Proteina të shëndetshme, vezë, avokado, ndoshta një fet buk me avokado, me vezë, edhe një mollë, sa më i bollshëm mëngjesi. Pra për të humbur peshë është shumë interesante që të kesh fokus tek proteinat, të konsumosh sasi të lartë proteinash, 1.2-2.2 gram për kile peshë trupi, sepse proteina ndihmon në nxitjen e metabolizmit, ndihmon në formimin e muskujve. Në moment që ke muskuj, trupi jot djeg më shumë kalori, gjithashtu dhe proteina ka një efekt termik që trupi në moment që përpunon proteinat harxhon 30% kalorive që ti konsumon nga proteinat i harxhon për të përpunuar proteinat. Por ndryshimi nga personat që duan të shtojnë peshë është që unë rekomandoj që se do të humbësh peshë 2 deri në 3 vakte në ditë. Mëngjesin një vakt të bollshëm, drekën vaktin kryesor që ti merr shumicën e kalorive, është i balancuar me proteina, yndyrna, fibra, karbohidrate, kështu me radhë, edhe darka pastaj një vakt sa më i lehtë, sa më pak ushqim, jo ushqime të rënda. Nëse ke mundësi edhe mos e konsumo fare darkën, vetëm me 2 vakte do kesh më shpejt rezultat, sepse gjatë kohës që ti nuk konsumon ushqim nga dreka deri në mëngjesin tjetër, trupi do fillojë do djegi yndyrën në trup për energji, nuk do djegi më burimin e energjisë që i vjen nga ushqimi. Këto teknika pak a shumë, normalisht kalorit duhet të kesh kujdes me sasitë. Qose nuk i mat dot gjatë gjithë kohës kalorit, ose nuk e dikush që të të masi kalorit, një teknikë është mos u ço nga vakti plot, super i ngopur, por ama nga vakti duhet të çohesh dhe mos ta kesh atë ndjesinë që po plas, do të çohesh dhe të jesh normal. Qose nëse nga vakti çohesh edhe je duke plasur nga ushqimi që ke ngrënë, ke konsumuar më shumë kalori se ç'duhet, nuk duhet që është e mirë që nga vakti në vakt të marrë uria, jo nga një vakt ke tjetri kur ulesh për shembull për të ngrënë darkën mos kesh uri fare, po thjesht ta konsumosh si duhet konsumuar darka, dije se prap po konsumon më shumë kalori se ç'duhet. Edhe këto pak a shumë, për më shumë, për të thelluar më shumë dhe për teknika më interesante, shiko videon e parë që unë kam bërë, sepse jam zgjeruar më shumë, kam fol gati 15 minuta për këtë temë. Edhe kështu.
Dhe pyetja fundit fare që ka bërë një person, thot, ora thot ka marrë këto detox shotsat ke ju, edhe më kanë pëlqyer shumë thot, kam marrë 2 herë, kam gjetur zgjidhje, thot, do më japësh një shoc falas, edhe shumë klienta e thonë këtë gjë, por gjithsesi ti më që ke bërë këtë pyetje këtu, edhe të kanë pëlqyer dhe të kanë dhënë rezultat, ky personi ishte goxha i zgënjur them drejtën nga shumë produkte ose zgjidhje që kishte provuar, por tha tek produktet tuaja e gjeta shpëtim realisht. Edhe këto pyetje unë nuk e kam shpikur, por mund t'i gjeni tek video ime në Instagram që është realisht kjo pyetje. Edhe kështu që me që të kam bërë rezultatet kanë pëlqyer, edhe për fjalët e mira do të ta jap një shot falas. Kështu që këto pak a shumë. Kjo ishte episodi i kësaj radhe, folëm për pyetjet që kishit ju, u mundova të jem sa më gjithëpërfshirës, duke mos u futur nëpër tema që nuk më takojnë shumë, sepse shumë persona bëjnë pyetje që mua nuk më takojnë. Nuk e di, pyetje dhimbje këmbësh, veshi mesëm, me pyetje që nuk janë të fushës time, por edhe po t'jenë, unë nuk i marr përsipër, duhet konsultoheni me mjekun tuaj, që ndiqeni me mjekun përkatës, janë gjëra që nuk konsultohen nga interneti, edhe nëse unë do isha mjek i specializuar për ato lloj fushë që ju pyesni, nuk do ju këshilloja që të konsultoheshit nga interneti për pyetje të cilat janë më serioze kur ti ke një problem shëndetësor, kur ke problem nga veshi mesëm, kur ke problem nga zhurma në vesh, pas një pyetje, janë gjëra që nuk mund të konsultohen dhe të përgjigjen nga interneti, por shkoni dhe konsultoni me mjekun, me doktorin, shpjegoni situatën tuaj dhe merrni zgjidhje konkrete, sepse është ndryshe të humbësh peshë, edhe është ndryshe të kesh zhurmë vesh, edhe veshin e mesëm, edhe ndryshe të fryen këmbët, edhe ndryshe të kesh probleme të tjera, lloj probleme që nuk konsultohen online, por duhet parë më specifikisht. Kjo ishte episodi i sotëm, edhe në herët e tjera do bëj besoj kështu lloj episodesh ku do përgjigjem pyetjeve.